Teleshikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri të televizionit tonë të UTA, Xixiland. Do flasim për botën e Xixit. Xixiland do shfaqet tek ju çdo të shtunë. Miq të dashur, ky emision do të ketë bëj, si mund ta shihni edhe vetë, me botën e fëmijëve, me mendimet e tyre, të qeshurat e tyre, iluzionet e shumë të tjera. Në vazhdim do shkojmë me një kuadër ku i ftojmë fëmijët në emisionin tonë të parë, por së pari do ju tregojmë studion tonë që kemi përgatitur për fëmijët. Dhe ndodhemi këto para kopshtit Xixolonja, kemi ardhur që të bëjmë ftesën e parë të emisionit tonë. Jemi përshtatur si fillim pak edhe emrit e emisionit që është Xixiland. Shpresoj që edhe fëmijët jenë po aq të lumtur sa jemi edhe ne t'ju dërgojmë ftesën. Shkojmë t'ju çojmë ftesën. Përshëndetje, jemi nga televizioni të UTA, jam personalisht Jonida, vim nga emisioni Xixiland, kemi ardhur këtu për t'ju bërë një ftesë fëmijëve të kopshtit tuaj. Në rregull, patjetër. Nuk di se kujt i drejtohem, Por ngjitemi lart të Suela më njëherë. Faleminderit, në rregull. Suela, Vëllai letë. kemi mysafir nga televizioni të UTA. Letë vinë. Kemi një ftesë për fëmijët e kopshtit tuaj, shpresoj që edhe ju t'jeni po aq zgëzuar sa jemi ne të shoqërojmë. Jashtëzakonisht. Ju ftoj edhe ta hapni ftesën tonë. Xixiland. Xixiland. Jemi përshtatur pak edhe emrit të kopshtit tuaj si fillim. Shumë faleminderit. Fëmijët e kopshtit tuaj janë të ftuarit e parë të emisionit Xixiland. Shpresoj që ftesa jonë do t'ju gëzojë juve dhe fëmijët. Çfarë surprize e bukur. Faleminderit. Shumë bukur. Më vjen mirë që edhe ju jeni po Ju aq falenderoj për zgëzuar. ftesën, ju përgëzoj edhe për idenë edhe për emisionin. Mendoj që na Sa ka bukur. mbetur vetëm të gëzojmë edhe fëmijët. Patjetër, më njëherë. Hajde t'ju Rregull. dërgoj tek klasa. Sot kemi musafir të veçantë prej TV-t. Ka ardhur Jonida nga Xixiland. Përshëndetje. Ajo ka një ftesë shumë të veçantë për ne. Na ka ftuar që të gjithë ju të merrni pjesë në programin e TV-t Xixiland. A do shkojnë? Dhe si që mund të shikoni edhe vetë, jemi këtu në studio përsëri me fëmijët e emisionit të parë. Për emisionin e parë kemi të përzgjedhur fëmijët nga kopshti Xixolonja, jemi përshtatur pak edhe emrit, sepse si që dini tashmë emri i emisionit tonë është Xixiland. Do shkojmë me prezantimin e çdo fëmiu dhe si që shikoni në duart e tyre janë edhe disa nga punimet që kanë përgatitur për neve si dhurat. Do shkojmë me një nga një me fëmijët tanë. Si fillim do shkojmë me të parin, çfarë ke përgatitur ti sot për neve dhe si quheni? Ajan, çfarë na ke sjell ti për dhurat neve sot në studio? Dajnërsa ruse. Dhe shkronjën D, a është ashtu? Po. Në rregull. Me çfarë ngjyre është dinosauri? Me gjelbër. Gjelbër, në rregull. Tani do kalojmë me fëmijën tjetër. Kaloja mikrofonin shokut. Kaloja mikrofonin. Si quhesh ti? Djar. Djar, çfarë na ke sjell ti sot në emision? Iriqen. Iriqen. Me çka ke punu ti Iriqen aq bukur? Me mësuesen. Si quhesh ti? Si quhesh? Reja. Reja, si e ke ti mbi emrin? Nelaj. Nelaj. Çfarë na ke sjell ti neve sot në studio? Çka është ajo? Kapuci, sale, Edhe? dorezat. Dorezat. Sille punimin nga kamera ashtu bukur, të lumt. Me çfarë ngjyresh i ke punuar ti ato?
kuqe me dverë. Bravo, të lumë të reja. Tani do shkojmë me fëmijën tjetër. Kaloja mikrofonin. Si quheni së pari? Si e ke emrin? Omer. Omer. Omer kush? Omer Kalesic. Bravo. Çfarë na kisel ti neve? Duzde. Duzden, bravo. Çka shkruan aty brenda saj? Numra, sa numra janë atë? 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, shumë bukur. Çka janë ata aty në fund? Të meduza, aty në fund. Çka janë ata? Si thirren ata? Pulla. Bravo. Kaloja mikrofonin. Dares. Dares. Çka keti këtu më përpara? Kush është ai? Meri. Pa, çka keti Umerin? Pa. Vlla. Çfarë na kisel ti neve në studio sot? Bleten. Bleten. Çka ka bleta aty? Çka është ai? Mjalt. Cila shkronjësh ajo aty? B. B, bravo. A ke pasur vështirë ta punosh ti atë? Kush ka ndihmuar? Susja. Mësusja, bukur. Tani shkoj me tjetrën. Si quhesh ti? Fadile Mavriq. Bravo. Çka na ke përgatiti neve sot? Ilberi. Ylberi. Sa ngjyra i ka ylberi? 7. 7. Bukur. Cilat prej ngjyrave i ke ti aty? Zes. Po. Koft. Bravo. Bubakome. Verdh. Gjyriri edhe të kuqe. Bravo, shumë bukur. Tani ja kalojmë mikrofonin shoqes. Si e ke emrin te? Leandra. Leandra, çka ka përgatit Leandra sot për neve? Pemat. Pemet. Sa pem ti ke atë? 6. 6. A din ti me numru deri në 6? Po. Në numra për neve njerë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, shumë bukur. Shumë bukur, Leandra. Marrim pak mikrofonin, kalojmë me fëmijët tjerë, do shkojmë më rresht. Si quhesh ti? Idana. Bravo. Çfarë keni na kisel ti sot neve në studio? Pem. Një pem. Pem me ngjyra. A din ti na tregosh se cilat ngjyra ke ti këto? Cila është ajo? Jeshile. Jeshile. Kjo. E verdh. Bravo. Portokalle. Bravo. E kuqe. Bravo. Shumë bukur. Tani e kalojmë mikrofonin të shoqen. Ne pja shoqes mikrofonin. Si e ke emrin ti? Amanda. Amanda. Çka ka përgatit Amanda sot për neve? 2 duar. 2 duar. Sa gishta i kanë duart? 10. 10. Bukur. A din ti me numru deri në 10? Pa. Na numra një herë për ne. 1, 2, Pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Çka shkruan aty tek dora? Çka shkruan aty? Këtu. Ku i thua ti të dua kaq shumë? Mame. Mamit, shumë bukur. Kaloja mikrofonin shokut. Tani kaloj me shokun për krah. Çfarë na ke sjell ti dhe si quhesh? Ensar. Ensar kosh? Doda. Doda. Çka ka sjell sot Ensari për ne? Bleta. Bletën. Bleta dhe? Çka është tu për krah? Lule. Lula. Bravo. Cila ngjyra janë këto Ensar? Qeshile. Po. Edhe portugalla. Bravo, shumë bukur. Ja kaloj mikrofonin shokut për krah prap. Ashtu. Si quhesh ti? Kajet. Kajit kosh jete? Lesurbegu. Bravo. Çka ka përgatit Kajiti sot për ne? Çadrën. Çadër. Kallzoje pa kamerës çadrën. Silla merr ndor këtë kështu. Me çka ke putnu ti aq bukur çadrën? Me ngjec. Me ngjec bukur. Sa ngjyra ka aty çadra? Portugalla, ngjyrë hiret, edhe bujqilla edhe kuqe. Bravo, shumë bukur. Edhe bishti çadrës çfarë ngjyrat është? Zes. Bravo, shumë bukur. Ne pja shokut për krah mikrofonin. Si quhesh ti? Amer. Amër kush? Amer Sulejmani. Mirë. Çka ka sjell Amri sot për ne? Çka është ajo? Si thirret ai? Dardaleci. Çfarë ngjyra ka Dardaleci?
Kur kemi thënë, kur mund të ndërtojmë në dërdolecin? Kuqe, protokoll të gjithë, barf. Mirë. Kur mundën në me gadit dërdolecin? Kur kena thënë? Bor. Bor. Edhe kur bje bor? Kur është dimër. Bravo, shumë bukur. Ne pjeshoqes? Ashtu. Dhe tani mikrofonin do kalojmë të Arja, për Arjen siç mund të shikoni është pak e marshme, ajo ka sjell për neve një roz të vogël. Atëherë do kalojmë Arjen dhe do shkojmë te shoku për krah. Kaloja mikrofonin shokut. Si e ke emrin te? Arjan. Arjon, kush je ti? Arjan Osmani. Çka ke përgatitur sot për ne? Shkronjën A. Me çfarë ngjyre ke gatitur shkronjën? Bujqilla. Bujqilla, bravo. Cila është ngjyra jote e preferuar? Jeshilja. Po pse se ki pa me ngjyrë të jeshillat? Nuk ka pas. Nuk ka pas, mirë, rregull. Ne pjeshoqes mikrofonin. Si e ke emrin te? Zara. Zara, kush je te? Zara Peku. Mirë. Çka ka sjell Zara për ne? Pemën. Me çka ke ngjyros ti pemën? Me të bardhë. Me të bardhë. Pse ke ngjyros ti me të bardhë pemën? Pse vjen dimër. Se vjen dimri dhe ka dëbor. A ke edhe dëbor ti aty poshtë? Pa, në rregull. Cila stim ty të pëlqen më shumë? Pranvera. Pranvera, shumë bukur. Pranvera. Edhe ty Pranvera? Edhe mu. Tanve Pranvera? Edhe mu. Dimri. Bravo. Mirë. Pse të pëlqen ty dimri shumë? Bravo. E pse ju pëlqen juve Pranvera? Se mund na vula. Në verë lahena. Në Pranverë ka shumë lule. Vera. E ty të pëlqen Vera? Edhe mu më pëlqen Vera. Mirë. Edhe ti Vera? Mirë. Ulloni në për vendet tanë. Ashtë të bukur. Tani mikrofonin ja kalojmë edhe këtyne shumë me poshtë. Bravo. Mere mikrofonin zemër. Si e ki emrin te? Luana. Luana, kush je? Luana Nika. Qa ka sjell Luana për nesat? Pem. Pemën. Me çka ke bati pemën? Me gjithë. Me çfarë ngjyre është pema? Me kafe. Me kafe, bukur. Ja kaloj mikrofonin të shoqes. Si e ke emrin te? Uma. Uma, si e ke mbi emrin Uma? Kullazi. Bravo. Çka ka sjell Uma për nesat? Kallzoja kamerës, çka ti te kamera? Çka ki punu ti sot? Gjetën, me çfarë ngjyre te ki bë gjetën? Me të kuqe. Me të kuqe. E çfarë ngjyre tjetër ka këto? Me gjyrë kofte dhe portokolla dhe të kuqe dhe të vetë. Bravo, shumë bukur. Si e ke emrin te? Ahmet. Mirë. Si e ke mbi emrin? Pashe vesh. Bukur. Çka ke sjell ti ne? Kallzoja punimin kamerë. Çka ke punu ti sot për ne? Çka ish kja? Një vazë me balona. Sa balona ka ndora ja vajza? 5. A din ti me numru deri në 5? Pa. Numra për ne një herë. 1, Pa. 2, Pa. 3, 4, 5. Bravo. Ne pe mikrofonin të shokut për krah. Si e ke emrin? Ramo kosh. Zeneli. Çka ka përgatit Ramoja për neve? Kallzoje, si lo ka kamera? Kallzojo. Thuj, çka ke përgatitur sot këto për ne? Familje. Pema familjes. Kënë keti këtu në pemë familjes, kush janë këta pjesëtar? Kush ishte atë? Kush ishte atë? A vite mikrofonin. Tu jenë mikrofon. Nana. Kush ishte atë gjyshja? Mama. Nana? Baba? Edhe te. Bukur. Çka ki përgatitur sot për neve? Shikan kamerë. Si e ke emrin te? Dia i sobi. Mirë. Çka ki përgatitur për nesat? Dia i sobi e kam. Mirë, Djar Sobi. Djar Sobi, çka ki punu ti aty te... Mirë. Si. Mirë. Si. Çka është aja aty që ke batin punime? Ta. Çka janë ata? Çka është ajo? Zëfë i kam i kam fut një tom. Zëvse i kam i kam fut një tom. Mirë, mirë. Çka është ajo? 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 Çka është ajo?
Dhe si që shikonit miq të dashur, këto janë disa nga punimet që fëmijët kanë përgatitur sot. Këto punime do i vendosim në mure që i kemi lënë pikërisht për këtë gjë dhe do çohemi bashkë me fëmijët për të vendosur punimet e tyre. Hajde në fëmijë. Çka është pasqyra? Pasqyrja është për me shikun pasqyrje. Më shikua. Më shiku. Pasqyrja është më këqyr. Me shikua i ke flok të mirë. E me shiku. Po fillë më shiku. Pasqyra më shiku. Është me po pasqyra. Pasqyra më ka di flok. Pasqyra është me shiku vejden si dukesh. Çka është klima? Me fusku. Klima është me thot zet edhe ftoft. A qatë është? Klima është zet. Klima është më dhe. Klima më dhe. Me po zet. Edhe çka bën klima tjetër? Ftoft. Klima më ftoft. Çka është kafja? Kafja është me pi. Me shku me pi kafe. Kafja është ata si pinë. Kush e pin kafen? Nanat. A pin ti kafen? Ja, se i na fmi. Kafja me pi baba. Kafja me pi. Kush e pin kafen mas shumë ti? Gratë. A pin ti kafen? Ja, Pse nuk e pin kafen? se nuk e pi fmija. Çka janë çokoladat? Shokolatat dhe baba kret. është po hangër. Çokolatat i janë hangër. Ti ka në ty çokoladat, cila çokoladë pëlqen mas shumë ti? Ja, me biskota. Çokolatat me hangër. Për me hangër. Unë goj, e marrë një copë se loj. E ti nuk i hanë ti shumë? Unë nuk ka shumë. Pse nuk i hanë ti shumë çokoladë? Se nuk janë të mira. Pse nuk janë çokoladat i mira? Se fryer. Po kush hanë çokolada më shumë? E bove e loli. Çka është autobusi? Për të hequr. Me vozit. Ku shkojmë në me autobus? Në Itali munesh. Po, ku mundesh tjetër? Edhe në Gjermani. Po. Atje pëshetit me të ma bosh. Mirë, a çka është autobusi? A din ti çka është? Bushi me e vërzhiti. Autobusi është për me qu fëmijë në shkollë. Autobusi është që ndikov, mësënej të lene të, edhe mësënej unë është me shku në balonës. Për me qu Prishtinë, Kosovë. Autobusi dhe me thonë se me të shu deri në Amerikë ose deri në pej këtë kërshefte. Bas të usav autosku. Në vëzit. Autobusi është për të fëpit shkollë. Me çu fëmijë shkollë. E ku shkon tjetër në me autobus? Shpi. Çka është telefoni? Për të forë. Me kanë fletin telefon? Me mosin. Telefoni ishë me fiku. Telefon me firë të i kënë. Telefoni me shirë babën. E përdori për me shiku ma shumë e ma pak me lutë. Për me shiku cërtona e për me firë. Me shiku edhe me lutë lojna. Çka është parja? Kur s'ka pare nuk përës me ble bok. Bravo. E çka ki qefti me ble ma shumë me pare? Drotë vetë. Paraja? Pa. është me ble. Me ble jona. Çka ti ke qef me ble ma tepër?
Roqa. A të blen nona baba lodra shumë? Ja, pak. Shumë të blen. Edhe ty. Shka është ai futbolli i mofët në shtëpi? Aja ishte joqja. Çka është traktori? Me vëzit. Me vëzit. Ka punon gjyshe me traktor? Me kulicën. Është ka e mordoshin. Me vëzit. Me vëzit. Me mor ashtu le. Traktori është me punu tokën. Na ka ditë. Çka është bora? Është borë. Çka bani ju në borë? Sljasën. Bora është muskjat. Stin. Si ban. Bora është borë. So is why then it comes when it's dimmer. Play, make balls, make a showman. Mu vesh. Për rrugë bosh. Çka veshën në kur është ftoftë? Turizat. Bora është eftoft. Si bjen borë. Bora është që me raport. Çka është aeroplani? Më vëzit. Me fluturu. Me fluturu. Ku ke qefti me shku me aeroplan? Bot. Aeroplani futuran. Aeroplani qill. Me fluturu. Si fluturan qill. Çka është dhurata? Roqa. Me blen më baba. A të blen ty baba shumë dhurata? Që më blen? Më blen Kinder Jaj lupic. Ama got me kiti. Një loj. Dhurata me në pru baba dimi dhurat. Dhurata është lodër. E çka ke qefti me të pru baba dimre? Që batar. Dhurata në në prindi. Present to open those different set of toys, those things to eat. Okay. What kind of present you like more? Eating. Në baba. Me në baba, çka të lep ty baba dhurat? Mito. Si në frën baba gjonat. Kush janë zjarë fiksa? Si fikin zërmi. Ku nëzë spijat. Pa, si e fikin ata? Me uj. Me la flokën. Me fikin zërmi. A fikin zërmin. Si fikin flokë. Me çka fikin zjarë fikset flake? Me uj. Zjarë fiksat janë me fik zërmin. Me uj. Ta bullat të fikin zërmët. Me ta heq flokën se të ka hyp zjarmi në shpi. Hello, me u psh. Si që patë edhe në materiale, fëmijët tanë janë të njohur se çfarë do të thotë zjarë fikës. Në studion e emisionit ton kemi të ftuar dy zjarë fiksat e Ulqinit, Kadru Kurtin dhe Rejhan Sellovicin. Rejhan edhe Kadru, si ndjeni jo sot në këtë intervistë, sepse ish pak më ndryshe do të jeni të pyetur nga fëmijët. Për mu ish një kënaqësi e veçantë se këto pyetje i kam përgjithësisht nga dëçunet e mi, kur kthehem nga puna në shtëpi edhe Jeni pak më të njohur nga pyetjet. Po, si që ti edhe vetë, kjo është me të vërtet një kënaqësi e veçantë dhe faleminderit që na keni ftuar në këtë emision. Faleminderit juve për pranimin që keni bërë. Këto si që patë edhe vetë janë pak të njohur se çfarë janë zjarë fiksat dhe do i vesim fëmijët. Cilin nga ju do i bëj pyetje zjarë fiksave? Kush do flasi pari? Ajde ti. A jeni djegur të njerë me zjarë? Pa e laj kolegu tim se ka pas një
eksperiencë. Një rast. Normalisht se jena djegun me zjarë, kur a ish gabimi jem se ka qenë një zyre ku kemi pas zjarë mrend, edhe unë se kam marrë mallotën me vejdi, kam hy me Pa uniform mrend, edhe normalisht se jam djek me zjarë. E duhet gjithmonë mi pas parasysh kuda ku hynë, me pas uniforme me vejdi. Në rregull. Kush prej juve do e pyes? Ajde ti. Ajo di që dhe njëherë Teshat. Po, uniformat nuk na digjen, derisa na nuk afrona afër zjarrit. Dhe më thonë, normal që nuk na digjen. Se ne i kena ato uniforma për me fik zjarrin. Ajo të prish të herë kamionat. Kjo është pyetja më interesante që keni marrë dërit me tani besoj. Normalisht se prishin dhe njerë kamionat, ali ato e kena mjeshtrin tonë si i regulan me njerë, se duhet me qenë tanë në funksion. Dhe me thanë gjithë kush ka detyren e vetë. Amanda, Është puna vështirë. është punë e vështirë ti është një zjarfikës. Po, Pyetje jo, që mendoj që bëhet më së shumti. Po kur e punon këtë punë me qef, atëherë normal se nuk është e vështirë. Gjithçka që bëhet me qef kur nuk është e vështirë. Edhe kur nuk quhet punë. Është vetëm një argëtim Po, besoj. normal. Dikush prej fëmijëve tjerë? Aj ti. Pyeti zjarfikësat. Pa, Tanë varet se çfarë zorre jene të përdor. Se kena shumë lloj zorrëve. Më varet edhe prej flaket besoj. Pa. Kush, Zara, do ti ty pyes? Kush thon? Pyeti ti. A keni shkollë për zjarfiksa? Keni shkollë me zjarfikë. Po, sigurisht që kena shkollë për zjarfiksa, për si unë si dhe kolegu im e kemi kryer shkollën në Prishtinë. Në rregull. Cili prej juve do të bëjë zjarfikës kur të rritet? Kush? Gjithë do bëjnë zjarfikësa? Në rregull. Kush është për... Gjithë dhe gjithë tote të fikë zjarë. Mirë, bravo. Ti den me qenë zjarfikësi maj miri. Den mjë kalu këtyne dëve. Mirë. Dhe kështu do i pyesim më saktësisht vetë zjarfikësat se çfarë ato kanë për të na treguar sot poshtu për uniformen e tyre, se si fëmijët duhet të ruhen e shumë të tjera. Fjala është për cilën do nga juve. shpesher pyetja parë si kishe konsultu tanë qytetarët me ditë, numri jonë ishtë 123, se shumë raste në nollën nuk e din qytetarët. Me 1-2-3. Numri jonë ishtë 123. Çdo gjatë që ndollën, 123 kontakton direkt ne, se ka ndodhur shumë raste si njerëz ka kontaktu shumë edhe mo nëse kena marrë Nuk e keni kur në kohë informatën, rastin që ka ndodhur. E vërtet. Çka janë disa nga këshillat e juaja që duhet t'ju bëni fëmijëve sa i përket zjarrit? Këshillat e mia janë për shembull në shtëpi nëse shohin ndonjë zjarr, në rast të mos me kapta vetë me fik, se aty ish rryma pyetje se shumica e qytetarëve shohin zjarrin edhe oj. Dojnë oj, ai shumë rrezik. Gjaja parë që duhen me bë do të ba print të tyne, me shku ku ish ky sahati rrymës, mi ullë rrymën atë sejrën mund me vepru, edhe nëse ullin ata rrymën kokë edhe na kena kokë me intervenu shumë apar s'kena Procesi të shkoj edhe me shku ma gjatë me kërku nga distribucioni mi thanë me nalë rrymë. E vërtet. Sa i përket uniformës tuaj, çka keni ju diçka për të na treguar, si arrin ajo t'ju mbrojnë nga flaka? Po, sa i përket kësaj uniforme, kjo më shumë është për zjarret e pyjeve, nuk është për afrimin e zjarrit në ambiente të mbyllura. Në rregull. Siç ju thatë edhe fëmijëve që ti ke shkuar tek zjarmi edhe nuk e ke pasur xhaketën të veshur. Çka arrin xhaketa jote kundrejt zjarmit? Si arrin të mbroj? Nuk digje. Nuk digje. Në rregull, siç e shikoni të nderuar miq, këto ishin disa nga pyetjet e mia, po ashtu këshillat e zjarfikësve dhe pyetjet e fëmijëve që kishin të bëjnë me zjarfiksat. I falenderojmë zjarfiksat tanë që ishin sot me neve në studio dhe po ashtu edhe fëmijët për pyetjet e tyre.
Dhe kështu rikthehemi pas rubrikës Xizi gabon, Xizi mëson. Do I pyesim fëmijët se çfarë kanë mësuar nga veprimet e gabuara dhe si duhet jetë e qelluara. Do shkojmë me të parin. Çfarë ke kuptuar ti nga veprimi I parë? Çfarë duhet bëre, çfarë nuk duhet? Nuk duhet kur dikush ma qet kamën. Në rregull. E si është e qelluara? Çfarë duhet të bëj shoku nëse ti rrezohesh? Lipet me ma ka dorën e me thanë fal. Bravo, shumë bukur. Tani do kalojmë me veprimin e dytë. Dhe kështu si që pam veprimin e dytë ishte ajo kur e përzën shoqen nga loja. Do pyesim Luanën se si është ndjer ajo kur e kanë përzën nga loja. Luana, si jeni te kur ty të kanë përzën shokët nga loja? Keq. Jeni keq. A të ka ardhur të përqar? Në rregull. A kanë bërë ato me qëllim atë gjë? Po. Po. Si duhet sillemi ne me shok ose shoqe kur kemi shok apo shoqe të re? A duhet I pranojmë ato të luajnë me neve? Si duhet ju themi ne atyne kur dojnë me lujt me ne? Do shokut apo shoqes me thonë ha me lujt me ne. Bravo, duhet me thanë, hajde me lujt me neve, nuk duhet me përzan, si e kanë përzan ata. Ndjekim veprimin e radhës, miq dashur, dhe përsëri rikthehemi që ta komentojmë. Dhe kuptuam edhe veprimin e tretë ishte kur I kollitet shokut në fytyrë. Do I pyesim fëmijës se çfarë ato kanë kuptuar, çfarë nuk duhet të bërë. Cilin nga ju do na flas? Çka mendon ti? A duhet më koll shokut në fytyrë? Ja, Pse? se ftofesh edhe vet. Bravo, bukur. Kaloj edhe shoku tjetër që ka dashur më përgjigj? Pse mendon ti? Pse nuk duhet më koll shokut në fytyrë? Pse ftofet ai, Bravo, edhe ftofet. se nej dosh mi kërku më falje. Bravo, edhe duhet me kërku falje. Ti, çka mendon ti? Se ja njitën virusin. Ja njiten virusin, shumë bukur. Çka duhet të bëjmë ne që mos t'ja njisim viruset shokut apo shoqes? Çka mendon ti? Me vudore. Me vudoren që mos m'ja njit mikrobet. Është ashtu? Në rregull. Dhe kalojmë me veprimin e fundit, e marrim vesh dhe rikthehemi në studio edhe një herë për t'i pyetur fëmijët se çka ishte e gabuar e çka ishte e qelluar.
Dhe rikthehemi pas veprimit të katërt edhe të fundit. Do I pyesim fëmijët edhe për këtë veprim se çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet bërë. Do kaloj me fëmijët nga ana tjetër. Merre mikrofonin. Çfarë mendon ti? Çfarë duhet bërë? A duhet ta bëjmë pes shokun apo shoqen? Çfarë duhet bërë? Mos mi bë pes. Në rregull. Çfarë duhet t'i kërkojmë? A duhet t'i kërkojmë falje shokut apo shoqes? Po, Në rregull. Si duhet t'i themi? m'fal. M'fal, nuk do përsërisme. Çka mendon ti, Ensar? Çka duhet me bë? A duhet mi kërku falje shokut apo shoqes? Si duhet mi thonë? Fal. M'fal, nuk du mi bë ma. Edhe minimum mi fshi. Dhe këto ishin 4 veprimet që kemi përgatitur për rubrikën Zizi gabon Zizi mëson. Miqtë e dashur, në vazhdim do shkojmë me rubrikë tjetër dhe rikthehemi përsëri. Dhe kështu jemi me një rubrik tjetër. Do mësojmë anglisht në këtë rubrik dhe do I pyesim fëmijët se çfarë din nga figurat që ne do I shfaqim në ekran. Do I pyesim fëmijët njën nga një. Do kaloj me figurën e parë. Shikoni fëmijë në ekran, do shfaqen figura. Çfarë është figura parë? Kush do na thot? Kush do na thot? Ti. Thuaje, çfarë është në ekran? Tiger. Tani do kaloj me figurën tjetër. Kush do na thot? Hajde, ti. Thuaje. Çfarë? What is that? Bird. Bird. What does a bird do? Flies in trees. Mirë. Në rregull, do kaloj me figurë tjetër. On. Thuaje. Ti. Çfarë është në ekran? Hajde mo. Syne. Si thot syne anglisht? Eyes, bukur. Tani do kalojmë edhe me një tjetër figurë. Hajde. Dog. Mirë, në rregull. Tani do kalojmë edhe me ngjyra përpos figurave dhe kafshëve që kemi përzgjedhur. Green. Njën nga një do... Kush kënd do pyes on, ai do përgjigje. Leandra, çfarë ngjyre ishte ajo? Green, bukur. Red. Mirë. Yellow. Dën me kallëzu. Shikoje ngjyrën të ekranit, cilën ngjyrë është ajo? Blue, bukur. Kush do na thonë ngjyrën tjetër? Hajde te, cilën ngjyrë është ajo tek ekrani? Shikoje. Black, bukur. Zara. Cilën ngjyrë është ajo? Orange, bukur. Okej, shkojmë me ngjyrën e radhës. Brown. Mirë, bukur. Purple, bukur. Purple. Kush do na thonë ngjyrën e radhës? Reja. White, bukur. Reja, çfarë ngjyre e ke ti syzet? Purple, mirë, në rregull. Dhe këto ishin disa nga mësimet që sot kemi bërë me fëmijët tanë, po është edhe që jo kanë qelluar kafshëve dhe ngjyrave. Në vazhdim do shkojmë me rubrikën tjetër, do kalojmë me rubrikën e prallave dhe do grumbullohemi me fëmijët, do flasim për një prallë dhe do I pyesim se çfarë ata kanë kuptuar nga kjo prallë. Dhe këto
ishin disa nga mësimet që sot kemi bërë me fëmijët tanë, po është edhe që jo kanë qelluar kafshëve dhe ngjyrave. Në vazhdim do shkojmë me rubrikën tjetër, do kalojmë me rubrikën e prallave dhe do grumbullohemi me fëmijët, do flasim për një prallë dhe do i pyesim se çfarë ata kanë kuptuar nga kjo prallë. Harabeli dhe Lepurushi. Lepurushi Belko puluan të para shtëpisë së vet. Pa pritur në mes të një kaçupëje vërejti diçka të panjohur. A mos je zog ti? E pyeti Belko me kureshtje. Po, jam një harabel i vogël, kam dal nga foleja dhe tani nuk di ku të kthehem në shtëpi, u përgjigj zogu duke qartë. Po ti mos je një maçok? A do të më harsh mua tani? Pyeti friksuar harabeli. Lepurushi Belko qeshi me zë dhe i tha se ai është vetëm një lepurush i vogël dhe paqësor që quhet Belko dhe që për të mësuar harabeli i vogël i shpjegoi se lepujt hajnë vetëm barin e njom, pemë dhe perime. O sa mirë, mua mami më tha të ruhem nga macet, tha harabeli i lehtësuar. Po çfarë bën këtu në tokë? Pse nuk fluturon? E pyeti Belko. Mua nuk më janë zhvilluar krahët si gjithë zogëve të tjerë dhe nuk do të kem kur mundësinë të fluturoj, tha harabeli dhe uli kokën. Prandaj dhe mami më ka porositur të mos largohem asnjëherë nga foleja, për shpëriti lehtë. Kjo do të jetë me të vërtetë shumë e vështirë për ty, tha Belko i menduar. Ashtu është, tha harabeli. Të shumtën e kohës unë jam vetëm, sepse mami del të kërkoj ushqim, nuk kam as shok, tha i mërzitur. Po çfarë bën ti kur i vetëm? Pyeti Belko. Shoh lart qiellin dhe zogj që fluturojnë, sot deseret, yjet ndonjëherë këndoj, tha harabeli. Sot desha të provoj të fluturoj që shikoja pyllin, por jam rrëzuar e prandaj kam humbur edhe rrugën. Mos u mërzit, i tha Belko. Unë mund të të ndihmoj të shohësh pyllin, edhe pse nuk mundesh të fluturosh. A mundesh të ecësh ngadalë ose të hipesh mbi korrizin tim dhe së bashku shëtisim në përpyll? Si thua? Kjo do të më pëlqente shumë, por me parë duhet të gjej mamin, sepse ajo do të jetë brengosur shumë për mua, tha harabeli. Unë e di numrin e policisë së pyllit, 122, si thua të therasim që të na ndihmojnë? O të lutem, bëje patjetër, tha harabeli. Brenda pak minutash, policia pyllit mbërriti, bashkë me ta ishte dhe mamaja harabele, edhe ajo kishte kërkuar ndihmën e policisë dhe nuk kishte mundur të gjente të voglin e saj. I gëzuar harabeli shpejtoi drejt mamas dhe përqafoi. Birim, unë të kam thënë të mos ikesh nga foleja pa më treguar. Mund të ishe lënduar. Me fal mami, i tha harabeli, nuk do ta përsëris më. Pastaj harabeli i tregoi mamas për shokun e tij më të ri, Lepurushin Belko, dhe për gjithçka tjetër që i kishte ndodhur. Faleminderit dhe dashur Lepurush për kujdesin që ke treguar, i tha mamaja harabele Belkos. Më vjen mirë që e ndihmove shokun tim të ri, tha Belko dhe pa mbaruar mirë fjalën shtoi, teta harabele, unë dhe djali juaj keme menduar të bëjmë një shëtitje në përpyll nëse do na jepni leje ju. Besoj se bëhet, tha mamaja harabele, por tani është vonë dhe ne duhet të largohemi për në fole, ndërsa ngjitej mbi krahët e mamit pa pritur e gjithë gëzim harabeli thiri. Ura, do të dalim shëtitje, faleminderit Belko, miru pafshim. Belko i përshëndeti gjatë me dorë derisa u larguan. Pastaj u shtrim mbi bar dhe pa qiellin pare, me diellin që po përëndonte dhe zogj që shpejtonin për në fole. Mendoi për shokun e tij të ri dhe tha plot gëzim, nesër do të jetë një ditë e re, plot aventura për ne të dy. A ju ka pëlqyer pralla? Bravo! E ke mësuar në shkollë? Tani kena disa Edhe ti ke mësuar në shtëpi? Mirë, tash kena disa pyetje saj për këtë prallës. Po, bravo. Kush do të na përgjigjet neve i pari? Unë do e zgjedh, pa zhurmë. Hajde te. Te përgjigju. Pse nuk mund të fluturoj harabeli? Harabeli nuk mund të fluturonte sepse i ka pasur krahët të pazhvilluara. Bravo, harabeli i ka pas krahët të pazhvilluar. Ashtu ka lindur. Dhe tani kaloj me pyetjen tjetër. Merë mikrofonin. Kush i tregoi Lepurushit Belko se harabeli nuk fluturon? I ka tregu vet. Kush i ka tregu? Harabeli. Harabeli. Bravo. Tani shkoj me pyetjen tjetër. Çfarë i tha Lepurushi harabelit ku do shëtiste, ku do të çonte?
kam i majtë në korres, edhe Kam i shetit në për tanë pyllin, bravo. Në për mikrofonin shokot, kënda thiren për ndim që të kthehen në shtëpi. Këna kanë thirë Harabeli edhe Belkoja. Policin. Bravo, 122, me numrin 122. Kaloja shokot, nga kusha more leje Harabeli dhe Lepurushi që dalin shetitje? Ku i kanë marrë leje këta dë? Nanës. Nanës kuj? Nanës Harabeli. Harabeli. Bravo, shumë bukur. Tani pyetja fundet në mikrofonin. Pyetja në fundet, kush do na thot? Ku do e mbante Lepurushi Harabelin që ta shetiste? Ku do e mbante Lepurushi Harabelin që ta shetiste? Koris. Në Koriz, në shpinë. Dhe këto ishin disa nga pyetjet që sot kemi përgatitur për këtë prallë dhe mesazhi sa i përkiste kësaj pralle. Të dashur miq, kjo ishte i gjithë emisioni i parë. Këto ishin të ftuarit e sotëm, ishte me neve fëmijët e kopshtit Xixëllonja. Ky emision miq të dashur do të jetë çdo të shtunë në orën 9 dhe reprizat e dielën. Deri tek java ardhshme, takimi i ardhshëm, mirëmbëjtje. Mirupafshim.